Miq të dashur, ndodhem këtu pranë konkurrentit të radhës, është Bersi në Shkodra Fest me këngën e tij Më mungon. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se gjeta. Kishte emocione teksa po performoje në skenën e Shkodra Fest, Bersi? Çdo skenë ka emocionet e veta, por kjo skenë ishte pak më ndryshe me fjalë, një skenë me shumë emocione, me pak fjalë. Një skenë shumë e veçantë, më pëlqej jashtë E pash që kënga ishte vërtet shumë e thellë dhe përcjellte ndjenja vërtet shumë pozitive. Normalisht që ka qenë një dedikim ky, për dikë, referuar dikujt. Ka shumë një fjalë si dedikim, por besoj që titulli Më mungon mund t'i përshtatet gjithëve, po ta ngjojmë me këngën Më mungon, po ta gjesh me vëmendje i përshtatet gjithëve. Kush ka punuar me gjitha elementet përbërëse të këngës, me tekstin, me kompozimin, me gjitha këto në përgjithësi? Kush ka qenë dikush, domethënë, një person specifik që është marrë me gjitha këto në tërësi? Përveç tekstit që e kam bëhen vet, ka punu Mareglen Boja me muzikë me gjitha, e cilët gjej momentin me falenderu për producent, ka bërë një këngë shumë bukur dhe ka punu shumë bukur. E ka parë ndonjëherë Bersi veten në bashkëpunime apo thjesht solo? Po, kam pas bashkëpunime, por kem pëlqen me pasi vetëm pak a shumë, po edhe këtu ka pasi bashkëpunim vogël me Mirën e Kamzës. Ke marrë pjesë në festivale të tjera të tilla si formati Shkodra Fest apo është hera jote e parë? Si artist i ri që je, domethënë. Pjesë ka marrë për festivale të ndryshme, por ky ishte festivale me fjalë që më duk pak më i rëndësishëm për mua, më i bukur, më i veçantë se tjerat. Mendon se do fitosh diçka, një çmim? Cili është qëllimi yt, domethënë? Mendon se do arrish deri në gjysmëfinale, le të themi? Mendon se do të votoj? Qëllimi im është që të merret çmimi i parë normalisht, po më shumë i fjalë preferoj që të pëlqejë kënga nga publiku, ai është çmimi im i preferuar, që të pëlqejë nga publiku. Bersi, në qoftë se do fitoje një çmim, kujt do të dedikoje? Nuk e di, ndonjë të afërmi, familjari, ndonjë shoku, shoqe, personi të dashur? Dedikimin do të dedikoja Mareglen Bojës për punimin që ka bërë special fare. Një përshëndetje për gjithë ato që duan të të votojnë. Çfarë do t'ju thuash atyre? Atëherë, përshëndetje Bersën sepse nuk do i zhgënjen, do keni hit e pa limit, edhe këngë që do i përshtaten gjithëve. Ne falenderojmë Bersi që ishe këtu me ne në fazën e parë të televizionit të Shkodra Fest. Për gjithë juve që doni të votoni Bersi këtu në Shkodra Fest, dërgoni mesazhin tuaj në SHFV Bosh Bersi dhe mesazhin e dërgoni në 5115.